Fikse të këforit medjave miq e bashkën tonë. Sot që ndroj para jush në mëndrojnë Në seancën inauguruese të Kuvendit Komunal të Prishtinës dhe betimit të kryetarit Përparim Rama, pati një përplasje mes asamblistit të LDK-s Sokol Havolli dhe atij të vetëvendosjes Egzon Azemi. Asamblisti Egzon Azemi vendosi në ulësen e kryetarit Përparim Rama një letër në të cilën uroi për një koalicion. I menjëhershëm ishte reagimi i Havollit, i cili grisi letrën. Fikse të këforit medjave miq e bashkën tonë. Sot që ndroj para jush në mëndrojnë shkruante urime koalicioni LDK, PDK, AK, Nisma, PSD, e tjera, se ka dhe shumë. Nuk e di pse po i prekojmë. Nuk e di pse po ju pengon asamblezëve të këtij subjekti ky urim, pasi që një gjë e tillë po dëshmohet me vetë mos propozimin e kryesuesit Kuvendit. Pra grupi më i madh parlamentar, Federata Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozojnë. Ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Ju lutem, veç keni durim se e morët fjalën ju të gjumë gjithë. Kështu që kjo është një propozim i cili këta e bëjnë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve. Po sigurisht pak e kanë edhe i notin që kanë metë shumë brapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solemne duhet t'i lojmë anash edhe të kalojmë në pikat e rendititët, gjë e cila është edhe kërkesë e vazhdueshme e jemja, zonja kryesuese. Ju falenderoj. Nuk mund të jem propozim sepse nuk e pranoj atë. Edhe për ndonjë pozitë kush e di çka më propozu vetëvendosja nuk e pranoj.